Mafjen e ndërtimit, e cila është një organizat e strukturuar bashkëvepruese midis korporatës së investimeve shqiptare, e cila me sa duket është dispeqeria e interesave dhe biznesit të madh dhe metrave katror që zhvillohen dhe paguen pastaj me para nga krimi që vjen në mënyrë të errët në Shqipëri. Se nuk më bën sens që kemi volum ndërtimesh pa fund, bosh hapësira, pra fjetina bosh, se unë i quaj fjetina këto që bëndon, janë fjetina bosh. Pra nuk i banon njëri. Kemi mbi 50.000 apartamente bosh dhe vazhdojmë dhe ndërtojmë dhe vazhdojmë dhe tjetërsojmë pjesë edhe të historisë, si që është Kalaja, si që janë pikat e tjera referenciale në Tiranë dhe jo vetëm. Pse? Sepse ka një qëllim pra. Është një qëllim interesi që paguhet. Pra nga ata që ndërtojnë, nga ata që pastrojnë para nëpërmjet ndërtimit, pra që është kjo pjesa e trafiqeve dhe krimit organizuar që infiltron parat për t'i pastruar, se nuk ka ndryshe se si ndodh. Pra dhe kemi edhe në SPAK raste të hetimeve për këto gjëra, dhe bën mirë që SPAK-u t'i kthej syt edhe nga kjo linjë, e cila e di që duket për momentin shumë e largët për disa prokurorë që merren me trafikant ose me krim të organizuar, por nuk ka kohë më pastaj për t'u rikthyer mbrapa, sepse është e pamundur ta rikthesh